Sa të bësh dua, mos thuj valla po lut apo s'më përgjigj. Jo, këshire mirë njëra e lut ç'është duhet. Sikur të thotë këshire mirë a ke lyp ç'është duhet. A ke kërkuar rreth ç'është duhet. E pastaj thuj s'po vjen as diçka më radh. Edhe të duaja, mos thuj kur s'po përgjigj Allah xhallahu. Kur e pamundshëm është mos më të përgjigj. Nëse e ke lut ç'është duhet. E pamundshëm është. Nga sa i ka garantu. Dhe e fundit për sebebi është me bodo. Çka mes angazhimit atje i pari te duaja i dheti sa sebep e kaptën. Ka thënë pejgamberi sa një sahabiu e ka gjetë xhami të mërzitëm, ka thënë çka ki? Vallahi ja Rasulullah borxhat, s'm pikthej, jam munu po. E kam pas për para gale borxhin. Thonë se ka gale. Atë që është borxh është gale, është ngarkesë, është barr. Do të njëri mu matë kur me të bashkë, ju hajtë e marrë, i kësha Allah e këthej, po e ke matë shë e këthen, po zdi po dëqysh e këthej, e s'ka dëqysh, matë e mirë. Mas mërë bashkë për gjithë shka. Se njerëzit pastaj, i len keq, do njëri mi njëkë parët e veta, ku është e kus është. E kështë më rapë. E ka gjithë gjami ataj, s'ka pas mësi nga të mi thimë bërë, po, më pëshirë në gjami, marrë me do në sëkak, pi borë, se në gjami e ka gjithë pejgamberi sa. I ka thonë, unë e për të mësej një doa. Ama këtë doa tash, mas nën sebepeve, a kuptuat, jo në doa drejt. Po është pi sebepeve. Ka thonë thuj, Allahumma agnini bi halalika an haramik, wa agnini an men siwak. O Zot, më mundësa me fitu me halal e larg haramit. O Zot, më mundësa që veshtimet pas barq. Apo veshtimet pas barq. Kërkujt e tamë. Thotë ky sahabi, e lutë Allah me këtë doa, dhe Allah më bëri zi dhe i ktheja borxhin atë. Doaja është punë e madhe atë. Edhe doan, domthon të dozë e kom pa dhe më sonë të më shpjegu pe shembullve, si shembull apo, domthon të ligjit, normat dhe pasojat apo. Nëse thash një shembull do të jetë i lidhur me kënd, me jetën e përditshme, dunjan, furnizimi, e një shembull me adhurimin e Allahut xhallahu ala. Qase edhe doa ka sebep apo. Mes, domthon, ngritjes së duarve dhe lëvizjes së buzëve dhe pasojës që Allah më të përgjigj, është një farë udhëtimi apo që i ka disa prej shkaqeve. Unë për mos me lanë për javën ardhshme shkurtimisht veç po i lexoj si shpejt pikat e duas apo. Nga se fundit e rrezik është duaja apo e duaja si ibadet i inkuadruar tek shkaku dhe pasoja apo shkaku dhe pasoja. Allahu ka thonë wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti ka thënë, më lutni mua, unë ju përgjigjem. Don edhe këtu si të rrisku, garancë ka se Allahu të përgjigjet. E po ti dush më marr sebepet e duhura ato. Për më të përgjigj Allahu xhallahu. Prej sebepeve më të përgjigj Allahu xhallahu. Mos sa bësh dua, mos thuj valla po lut apo s'më përgjigj. Jo, këshire mirë njëra e lut ç'është duhet. Sikur të thotë këshire mirë a ke lyp ç'është duhet. A ke kërkuar rreth ç'është duhet. E pastaj thuj s'po vjen as diçka më radh. Edhe të duaja, mos thuj kur s'po përgjigj Allahu xhallahu. Kur e pamundshëm është mos më të përgjigj. Nëse e ke lut ç'është duhet. E pamundshëm është. Nga sa i ka garantu. E çka do të më bëna? E para është me bë një hyrje të duhur. Apo nuk e falëruar Allahun xhallahu ala, nuk e madhruar Allahun te bareka taala, nuk e përmend me emrat e tij të bukur, nuk e lavdruar Allahun xhallahu ala, nuk e thua salavat pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, apo kështu me radhë. E kjo është hyrjen sebab. Apo elhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka katër rreshta, veç lavdata, veç madhrim. Tani thush ihdina siratal mustaqim, udhëzon. Tani po lim fund, s'po lim fillim. Prandaj mëso me him dua, hyrje. E rëndësishme është hyrja shumë avon. E dyta është, domethënë, pendimi dhe parulja. E lut Allahun xhallahu ala edhe me Allah alem ku i kapën. Apo ose ku e ka çu kujt natë, jo kështu bën. Duhet me lut Allahun xhallahu me kokulur, me parulje. Fillim me zemra me parul, pastaj duhet me parul, koka me parul, me të pa Allahu xhallahu ala se ti me gjithë qenjen tënde apo je duke e shpreh varfrinë dhe nevojën që ke për Allahun xhallahu ala, atë ti apo Allahu te barekuhu taala. Gjithashtu prej sebeb ose prej sebebet pranimit duas është, domethënë mos me bë te kalimin do. Sikurse tek rrezku është ajo fusha me vija, edhe do është një ndovia, mos me te kalu. Për shembull apo ai që don me lut Allahun xhallahu ala, por e lut në varr atij apo. Apo na vëm i ka te kalu vijat, kush ka marrë të vorrin me lut, apo
ose për shembull përmend në diçka që është shirk, i bën Allahu shok në adhurim me potën petina. Allahu s'pranon me shirk ato. E ke kalu vinën. Ose për shembull me lut Allahu xhallahu ala çka nuk lejohet ato. Për shembull ka dashur në bankë me marr kredi me kamat, e s'dina kanë më aprovuar apo jo, zot mund të më aprovuar. Jo, lutet Allahu për kamat Allah. Mos lut për këtë punë. Shka pa të heq apo. Nuk të bëh mirë, mos u bëh. Në të kuptim e jote është ta bën ti as bën. Po mos bëdo, o Allah inshallah më aprovojnë apo. O hoq bëdo më aprovu kamatën nesër. Po hoqja do për ty ha. Domthon, ja kjo s'bën. Kjo është te kalim apo. Ose sikur se kemi thënë në rast të caktuar. Ha? Hali do më hinë vjedh, po zot një moment më nxon atë. Jo, kështu s'bën do. Kjo te kalimi kufive, kjo s'pranon doja kështu. Ekstu me radhë. Ose forma tjetër te kalimit apo që janë të ndaluara. Gjithashtu prej shkaqeve të pranimit duas është mos me qenë i prekur nga harami atë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë një njeri situatë shkretet ngratë kështu me radhë ka çudurt, ka qiell edhe ja rab, e thirr Allah xhallahu ala. Mirë po thotë ka hungër haram, po vesh haram, ka pi haram, tonon haram, enna yustajabu lah. Kam i ora ti doja. Mund doja vjen, po ka me hitë ti Allah. Hiç haram se s'ka ka hin doja. S'ka ka të përgjigjet. Prandaj ushimi haram, ndruar fitimi haram, djesa haram, këto këto pengesë kur janë durt, as vjen doja ato. Gjithashtu pe shkaqet pranimit të duas është mos më gut ato. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i përgjigjet dikujt për juve nëse nuk gutet. E ka thënë sahabët, ja Rasulullah, e çu si bën më gut, çesh bën më gut. Thotë valla unë luta pas po përgjigjem. Ja mos u luta. Luto. Aisha radiallahu ta'ala ana thot, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është prekur nga sihri, edhe në rast i njëor, ka pas një sprovë caktuar një mujore, thot da'a. Hadith Muslim. Thot lutej. Pejgamberi jo një herë, pejgamberi Allahut e lutej, e don një herë valla u luta. Luto. 120 herë luto. Çka go gala, luto pse mos po harxhon diçka që po lutesh. Sa art lutesh për blesh. Për çdo dua. Pavarësisht a të përgjigjet, as të përgjigjet. Këtë të shka është, ti se vap ki, çka hup ti me po dua. Valla më lutë një muj ditë, po diçka. Tani po lutë një muj tjera apo. Edhe një muj tjera. Lutu sa ti e gjallë lutu. Mos u gut, nuk mos ti Allah më caktu kur. Na kemi thënë tek Allah premton se të përgjigjet. Mirë po, elementin kohë që. A kemi thonë, jo me kohë, jo mi ka zhu Allah, unë e për të luti, veç nëse për një 2 javë që të shë një përgut, jam përgjigja, ma nëse 2 javë për nuk këtë këtë punë. Jo, në s'ka kështu. Jo, s'ka. Lute, leja Allah, aje din kur u përgjigj, dhe aje din si me u përgjigj, dhe aje din qka mu të përgjigj. Ashtë të përka, s'ke dit me lut, nuk e dit për qka me e lut, a i tjetë diçka tjetër, qka tu dit ma tepër, nuk ka mundësi mos mu të përgjigj, e pa mundës më është. Mirë po, lutë mirë ato. Edhe po sabër, lutë o Zot, të thash, vallaj, veç i që ndur ka qeli, a ja rab thu, se vab tjep, Allah të spagun për këtë punë, veç se ke lutë. E lemët mirësit e tjera ato, andaj mos ungot ato. E sebebe tjera që kanë bëme përgjën duas, po këtu e në prima kryesora.